është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Se nuk kam pas si ta them se do isha në shkeljet ligjit. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistueset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra, sepse, siç e dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Nuk ja vinte njeri kullën në hipotek, sepse i thoshin je në zonë të mbrojtur. Dhe duke qenë në zonë mbrojtur, ti e mbaje kullën e katragjyshit tënd është, nuk ta mohon njeri, nuk vjen njeri të ta prishi, po ti nuk e bën dot pronë të ndën. Është kështu apo? Kullat. Pastaj realiteti i krijuar nga vetë ata që ndërtuan më pas pa leje, në kushtet kur këtu s'kishte asgjë. Dhe kur ata nuk e braktisën vendin, por filluan heroikisht, sepse ata të parët janë dhe këtu, po kur kanë pionerët e zhvillimit të thetit, kanë qenë heroj. Këtu s'kishte rrugë. Këtu s'kishte as drita as gjë, ndërkohë që do t'ju japi ministri edhe një lajm pozitiv lidhur me çështjen e qëndrueshmërisë furnizimit me energji, po kur të marrin fjalën dhe ajo që unë kam thënë dhe që i kemi qëndruar pik për pik është do legalizohen ata që ekzistojnë. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e palishme këtu. A thua se u mor leja që o burra, dhe me idenë që me që do legalizohen, hajtë po futem. E po, u arrit të goditej zemra e thethit. Kartolina botrore e thethit. Po të shkosh, të shkruash theth në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër.